Ambasador Prenkaj, edhe dy elementet të tjera të këtij memorandumi për Kosovën. Lufta për Kosovën dhe Metohin është luftë për nderin, kulturën dhe të ardhmen tonë. Ruajtja e rendit kushtetues të Serbisë në Kosovë dhe Metohi është themeli i mbijetesës së shtetit serb. Po siç thash në fillim, pra kjo është shpërfaqje e një mendësie politike, të një kulture politike tashmë të rënjosur në mendësinë politike të publikut sërb, pra edhe të spektrit politik sërb, andaj edhe ky grup i studentëve ka hyrë thellë pra në trajtimin e kësaj çështje, duke mos u shmangur në asnjë moment dhe në asnjë fjali asaj e cila është e vendosur tashmë në siç po them, pra mendësinë politike të qytetarëve të Serbisë. Pra piqet që përmes këtij diskursi, i cili tashmë është i njohur në historinë edhe më të re të Serbisë kështu Kosovës, pra edhe pas pavarësisë, por edhe në diskursin politik të pushtetit në Serbi që në kohë të gjatë, i cili është i udhëhequr nga presidenti Vučić, pra është vetëm një vazhdimsi e kësaj mendësie përmes së cilës përpiqet që ky organizim i ri politik përmes studentëve të përfitojë nga votuesi eventual i cili do ta votojë këtë grup të ri, i cili do t'i përpiqet të dalë përballë presidentit Vučić dhe të cilës do t'i bashkangjiten edhe organizimet politike të djathta të cilat janë shdopta, por për të cilat e kanë edhe retorikën shumë të ashpër se presidenti Vučić. Pra, edhe partitë e majta, të cilat janë solidarizuar gjermë tani me lëvizjen e studentëve, edhe partitë e djathta, duke përfshirë edhe partinë Dveri, e cila është ultranacionaliste, do të përpiqet të bashkangjiten këtij kompozicioni politik të ri, i cili përmes këtij zhargoni, përmes kësaj mendësie politike do të përpiqen që të marrin pushtetin. Por në atë memorandum theksohet se do të përpiqen që të zgjidhin problemin në mënyrë paçore, pra përmes dialogut, me të cilin memorandum presidenti Vučić në forma apo tjetër tallet duke ju thënë se këta nuk dinë çfarë po flasin. Megjithatë, ambasador, doja dhe një ndërhyrje. Ju, si njohës i Ballkanit, si pa kusht tjetër, sepse kam vënë re që shumë analistë, qoftë edhe në vetë Serbinë, mendje të hapura apo mendje të kthjellta, e krahasojnë këtë memorandum me memorandumin famkeq të Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve të vitit 86, që i parapriu luftrave gjakatare në ish Jugosllavi. Nuk ka pasur as pak lëvizje në imazhin e shoqërisë serbe që pikërisht memorandume të tilla sjellin gjak, memorandume të tilla kanë kosto të jashtëzakonshme për vetë ekzistencën e Republikës së Serbisë në këtë kohë moderne. Memorandumi i Akademisë Shkencave dhe Arteve i vitit 1986, siç potencuat edhe ju, ka sjellur gjë tek shpërbërja e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, pra duke ju rikthyer nacionalizmit të egër serb, i cili pastaj ka nxitur edhe nacionalizmat e tjerë në ish federat, pra nacionalizmi ai sloven për një kohë shkurt, ai bosnjak në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke vazhduar tek nxitja tek shqiptarët në Kosovë, nacionalizmi ka pasur qëllim mbrojtës, sikurse edhe tek popujt e tjerë të Federatës së Jugosllavisë, por që i është imponuar dhe ka rezultuar pra me këtë rezultat që e kemi, pra me një Kosovë të pavarur, rikthi tek rrënjët e atij nacionalizmit ekstrem, imperialist brenda mundësive të këtij rajoni, pra duke pasur pretendime gjithmonë ndaj territoreve dhe duke i neglizhuar kulturat e tjera apo etnitë e tjera, ka shkaktuar pra probleme edhe në Serbi, dhe Serbia nga i shtet i cili ishte federatë socialiste ka mbetur kjo e cila është. Rikthimi, edhe njëherë po them, nuk është i rastësishëm, ka bazën
në një doktrinë e cila quhet Srpski svet apo bota sërbe, e cila ka në sfond një doktrinë shumë më të madhe dhe më të guximshme, e cila është prodhuar në Kremlin, e cila quhet bota ruse. Ruski mir apo paqja ruse, e cila përkthehet pra bota ruse. Unë mendoj se këtu kemi edhe ndërhyrje hibride të Rusisë, e cila ka për qëllim që edhe një herë të rikthej zgjidhjen e problemit në baza etnonacionale, duke përpjekur që të bëj revidimin e historisë, gjithsesi revidimin e kufinjve të kësaj Evrope politike e cila tashmë ekziston.